Ishte Zoti do të lexoj vëllezër, aleluja. Në Korintasit, në letra e parë e Korintasve, të shohim vëllezër çfarë fjala e Perëndisë na thotë, se si kisha e Perëndisë vëllezër, aleluja, duhet të tregoje dritën që ka marrë nga emri i Shenjtë. Në kapitullin e 13, një kapitull shumë i njohur, motra dhe vëllezër, aleluja, që të gjithë shpeshherë lexojmë, por le ta shohim çfarë Zoti do të na japë sot. Letra e parë e Korintasve, kapitullin 13, në faqen, unë kam 187. Ta shohim me vëmendje vëllezër, aleluja, fjalën e Perëndisë dhe të mos bjerë asgjë, motra dhe vëllezër, nga fjala e Perëndisë në tokë. Po të flisnja gjuhët e njerëzve, edhe të engjëjve, dhe të mos kisha dashuri, do të bëhesha si një bronc që kumbon dhe si cimbali që tingëllon. Dhe si kur të kisha dhuntinë e profecisë dhe të dija të gjithë misteret dhe mbarë shkencën dhe të kisha gjithë besimin sa të luaja nga vendi malet, po të mos kisha dashuri, nuk jam asgjë. Dhe si kur të ndaja gjithë pasuritë e mia për të ushqyer të varfrit, dhe ta jepnja trupin tim të digjej, e të mos kisha dashuri, nuk do të më vlente asgjë. Dashuria është e durueshme, plot mirësi. Dashuria nuk ka smir, nuk vën në dukje, nuk krekoset, nuk sillet në mënyrë të pajishme, nuk kërkon të sajat, nuk pezmatohet, nuk dyshon për keq, nuk gëzohet për padrejtësinë, por gëzohet me të vërtetën. I duron të gjitha, i beson të gjitha, i shpreson të gjitha dhe mban çdo gjë. Dashuria nuk ligështohet kur, por profecitë çfuqizohen. Gjuhët pushojnë dhe njohuria do të çfuqizohet. Sepse ne njohim pjesërisht dhe profetizojmë pjesërisht. Por kur të vijë për sosmëria, atëherë ajo që është e pjesshme do të shfuqizohet. Kur isha fëmijë, flisnja si fëmijë, mendoja si fëmijë, arsyetoja si fëmijë. Kur u bëra burr, i flaka gjërat fëminore. Tani në fakt ne shohim si në pasqyrë në mënyrë të errët, por atëherë do të shohim faqe për faqe. Tashti njoh pjesërisht, kurse atëherë do të njoh thellë, ashtu si kurse njihe. Tani pra këto tri gjëra mbeten: besimi, shpresa dhe dashuria. Por më e madhja nga këto është dashuria. E falenderojmë Zotin, vëllezër, aleluja, një letër që i drejtohet kishës së Korintit, ku ishte plot, motra dhe vëllezër, aleluja, me dhunti frymërore, shërbesa, motra dhe vëllezër, aleluja, por letra që dërgon apostulli i parë kishës ka të bëjë, motra dhe vëllezër, aleluja, me diçka shumë të rëndësishme. Dhe rëndësia më e madhe për të kuptuar, motra dhe vëllezër, aleluja, dashurinë që duhet të jetë në besimtari, është, motra dhe vëllezër, aleluja, vepra e frymës së Shenjtë. Ai që ka, motra dhe vëllezër, frymën e Perëndisë,
Dhe nuk ka dashuri, motra dhe vlezër, aleluja, nuk vlen. Ka frymën e shenjtë dhe Zoti i ka dhënë profecitot, apo i ka dhënë besim dhe fuqi sa të luaj nga vendi malet, nëse nuk ka dashuri, nuk vlen motra dhe vlezër, aleluja, e falenderojmë Perëndimin. Vetë Jezus Krishti me shembullin që ne pamë motra dhe vlezër në fjalën e Perëndisë, edhe ai kishte motra dhe vlezër, aleluja, fuqinë që të ngrinte të vdekur, motra dhe vlezër, aleluja. Kishte fuqinë që t'i thoshte erës dhe detit pusho dhe të ndaloni. Kishte fuqinë, motra dhe vlezër, aleluja, që me 2 bukë dhe 3 peshq të ushqente 5.000 veta. E falenderojmë Perëndimin. Por, vlezër, nëse nuk do ishte dashuria e Perëndisë për të na shpëtuar dhe për të flijuar, motra dhe vlezër, aleluja, nuk do të na vlente. E falenderojmë Perëndimin. Ne i dimë, i tha Nikodemi, motra dhe vlezër, aleluja, që nga veprat që ne shohim në ty, nga ato çka ti bën, ne i dimë që je nga Perëndia. Dhe Zoti i tha diçka shumë të rëndësishme. Nëse një njeri nuk ka rilindur, nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë. Të gjitha këto i panë, motra dhe vlezër, aleluja, njerëzit, 5.000 burra. Hajmërën nga bukët, nga kjo mrekulli e madhe, motra dhe vlezër. Por Zoti ju tha, më ndiqni sepse engrët nga bukët që ju dashë. Dashuria e Perëndisë, motra dhe vlezër, aleluja, ka të bëjë me flijimin. Ai erdhi, motra dhe vlezër, dhe na tregoi rrugën e dashurisë për në kryq të Golgotës, vlezër, aleluja. Dhe erdhi flijim për ata që e shanin, e fyenin, motra dhe vlezër, gjatë rrugës për në Golgotë, tha në gjithë shka, motra dhe vlezër, aleluja, po këta njerëz që e njinin kush ishte, e falenderojmë Perëndimin. Dashuria e Perëndisë, motra dhe vlezër, bën vepër, e falenderojmë Perëndimin. Dhe jemi thirrur që ti gjithë, vlezër, aleluja, jemi ftuar nga Perëndia si bij të Perëndisë që të na karakterizojë, vlezër, aleluja, dashuria e Perëndisë në ne. Është fryti i frymës së shenjtë, motra dhe vlezër, aleluja. Nëse ne nuk do të kemi dashuri për njëri tjetrin, nëse ne nuk do të çmojmë njëri tjetrin më shumë, motra dhe vlezër, aleluja, nuk do të më vlejë fjala e Perëndisë. Kjo dashuri, motra dhe vlezër, aleluja, e bëri Jezus Krishtin që gjatë rrugës për në Golgotë të thoshte fali o atë sepse nuk din ç'bën. Nuk mundet, motra dhe vlezër, aleluja, të gjykojmë njëri tjetrin sepse Zoti nuk na ka thirrur për të bërë gjykatës te njëri tjetri. Zoti na ka thirrur, motra dhe vlezër, aleluja, gjymtyrë që të gjithë së bashku në një trup duke shërbyer secili sipas vullnetit të Perëndisë. Që ky trup që Zoti na ka dhënë me vlezër, motra dhe vlezër, aleluja, të rritet, gjithë secili nga ne duhet të kryejë funksionin që ka në kishë. Dhe çdo njeri nga ne, motra dhe vlezër, ka një funksion në kishë. Është thirrur që të bëjë vullnetin e Perëndisë. Cili është funksioni i çdo njerit prej nesh, vlezër, aleluja. Nëse unë vërtet di rolin tim, bëj sipas vullnetit të Perëndisë dhe ec sipas vullnetit të Perëndisë, i shërbej trupit, motra dhe vlezër, lavdi emrit të shenjtë. E falenderojmë Perëndin. Që të gjithë, motra dhe vlezër, aleluja, kanë një vepër në bashkësi. Nuk është se dikush është i çmuar, sepse Zoti ka dhënë shumë gjëra dhe dikush tjetër nuk është i çmuar. Që të gjithë, motra dhe vlezër, aleluja, janë të çmuar në sytë e Perëndisë.
Kështu na shikon Zoti dhe ne kështu duhet ta shohim njëri tjetrin, motra dhe vëllezër, vllai dhe motrën të çmuar në sytë e mi. Vllai është i çmuar dhe në këtë rast, nëse unë e çmoj vllain, motra dhe vëllezër, aleluja, lëvdoj Zotin tim. Bëj vullnetin e atit tim, motra dhe vëllezër, aleluja. E falenderojmë Zotin. Dhe Zoti në fjalën që lexuam, motra dhe vëllezër, që të gjithë e njohim, thotë sikur të kisha të flisnja gjithë gjuhët e njerëzve dhe të engjëjve, dhe të mos kisha dashuri, do të bëhesha si një bronz që kumbon dhe si cimbali që tingëllon. Do isha, motra dhe vëllezër, aleluja, bosh. Mund të kem, motra dhe vëllezër, aleluja, këtë dhunti që mund të flasë, motra dhe vëllezër, në gjuhë të panjohura, që mund të bëj profeci, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe të mos kisha dashuri, do isha boshto, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe dini, shpesher Zoti, duke lexuar fjalën e Perëndis, do të keni kujdes. E falenderojmë Perëndin. Sepse do të vi ora, motra dhe vëllezër, aleluja, që për dashurinë ne do dalim përpara Perëndis. Lexuam diçka vargun e fundit që thotë, e vetmja gjë që ne do të na mbetet, vëllezër, aleluja, është dashuria. Të gjitha këto gjëra që ne kemi do të shfuqizohen. Do vi një orë që nuk do të na vlejë, motra dhe vëllezër. Kjo është shërbesa e mençur, vëllezër, në të gjithë vëllezërit. Dashuria që do të kemi, motra dhe vëllezër, për Zotin tonë, dhe dashuria që do të kemi për njëri tjetrin. Janë të një rëndësie, motra dhe vëllezër, aleluja. Urdhrimi më i madh e pyetën njerëzit, motra dhe vëllezër, Jezus Krishti, cili është, na thuaj, duaj Zotin me gjithë shpirt, me gjithë mendje, me gjithë zemrën tënde dhe të afërmin, por si vetvete. Ky është urdhrimi, motra dhe vëllezër, aleluja, që nuk ndryshon. Dhe nëse unë e dua Zotin, motra dhe vëllezër, aleluja, lavdi emri të shenjtë, do ta tregoj në dashurinë që do të kem për vllajin, për motrën. Tregoj dashurinë që unë kam për Perëndin. Nëse unë nuk dua vllajin dhe motrën, motra dhe vëllezër, aleluja, të gjitha të tjera, çfarë vlerë do të kemi? Sikur unë të jepja gjithë pasurinë time dhe të ndaja, thot motra dhe vëllezër, aleluja, të varfër. Edhe trupin tim të jepja të digjej, çfarë vlerë do të kishte kjo, motra dhe vëllezër, aleluja, nëse unë nuk do të kisha dashuri. Nëse unë nuk e bëja këtë gjë me dashuri. Dhe ku e pamë këtë në Jezus Krishti, motra dhe vëllezër? Në rrugën në Golgotën, në kryq. Fali atë, sepse nuk di ç'bën. Dhe për këta Jezus Krishti, për këta që thrisnin në rrugë, motra dhe vëllezër, shpëtoi veten, të shohim, dikush tjetër i tha, nëse je ti Zoti, shpëtoi veten, të besojmë edhe ne, na shpëtoi dhe ne. E shumë gjëra dëgjoj, kush, motra dhe vëllezër? Ai që krijoi gjithçka. Të tilla fyerje, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe ai për ata po ngjitej në kryq. Po jepte, motra dhe vëllezër, aleluja, gjithçka që ata të shpëtoheshin. Kjo është dashuria. Dashuria është vepër, vëllezër, aleluja. Është një vepër e dukshme, që duket. Lavdi emri të shenjtë. Prandaj këtu thotë, dhe sikur të kisha dhuntit e profecisë, dhe të dija gjithë misterin e mbarë shkencën, dhe të kisha gjithë besimin, sa të luaja nga vendin malet, po të mos kisha dashuri, nuk jam asgjë. Po mos kisha dashuri, po unë kam fuqi, të këtë fuqi kush ma ka dhenë, Zoti ma ka dhenë, ti them malit lëviz që këtu dhe shko atje, po motra dhe vëllezër, fjala na mëson, nëse nuk do të kisha dashuri, kjo nuk do të më vlej. Kjo nuk më vlen, vëllezër, aleluja. E falenderojmë Perëndin. Shpeshherë ne mendojmë, unë jam i zgjedhur, motra dhe vëllezër, më ka dhënë Zoti shumë shërbesa, më ka dhënë Zoti frymën e shenjtë dhe jeta ime, motra dhe vëllezër, aleluja, është me tarafe, jeta ime është një pjesë i dua, një pjesë si dua,
Ku është dashuria e Perëndisë që banon brenda meje? Ku do ta shohin njerëzit Perëndimin që t'i japin lavdi Perëndisë, motra dhe vëllezër, në mua? Ju jeni dritë në këtë botë, thotë Zoti. Cila është drita që unë ndriçoj, motra dhe vëllezër, në botën që më rrethon? Në vëllezërit që më ka dhënë Zoti afër. Cila është drita e Perëndisë, vëllezër, kur unë grindem? Ata që grinden, thot motra dhe vëllezër, trazira, sjellin ndarje që sjellin, nuk do të trashëgojnë, thot Zoti, mbretërinë e Perëndisë. E kuptoni, vëllezër, aleluja, se përse jemi thirrur? Që të gjithë, motra dhe vëllezër, janë të zgjedhur nga Perëndia. Askush nuk mund, motra dhe vëllezër, të gjykojmë njëri tjetrin. Mundet të ketë dobësi, vëllezër, aleluja, dhe të gjithë kemi dobësi. Por gjithsecili, motra dhe vëllezër, aleluja, duke lavdëruar Perëndinë, duke mbajtur vllajin në lutje, kjo tregon dashuri, motra dhe vëllezër. Duke u lutur për vllajin që është i dobët, jo duke folur me njëri tjetrin për vllajin, motra, por duke folur me Zotin. Zot, unë e dua vllajin. Zot, unë e dua motrën, Zot, këtë zemër, Zoti shikon dhe është e përqyer në sytë e Perëndisë, vëllezër. E falenderojmë Perëndin. Pse çfarë bën dashuria, vëllezër, aleluja? Dashuria është e durueshme. Plot mirësi. Shikoni, vëllezër, dashuria është e durueshme. Duron, motra dhe vëllezër, aleluja, fyerjet, duron sharjet. Nuk është një dashuri, vëllezër, aleluja, siç kishim më përpara. Prandaj gjithsecili nga ne duhet të kuptojmë fryma e Perëndisë është në ne, sepse ai që ka frymën e Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja, duket në dashurinë që ka për njëri tjetrin, në dashurinë që ka për bashkësinë, në dashurinë që ka për Perëndinë, motra dhe vëllezër. Ne falenderojmë Zotin. Dashuria nuk ka smirë, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk ka smirë për motrën, nuk ka smirë për vllajin, thotë. Dashuria, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk njihet nga kjo. Dashuria nuk vën në dukje dhe nuk krekoset për të dukur, motra dhe vëllezër, aleluja, unë jam. Nuk sillet në mënyrë të pajishme. Dhe dimë të gjithë, motra dhe vëllezër, do të thotë të sillesh në mënyrë të pajishme. Nuk kërkon të sajat, nuk pezmatohet, nuk dyshon për keq. Nuk gëzohet, motra dhe vëllezër, për padrejtësinë, por gëzohet me të vërtetën. Dashuria i duron të gjitha. E falenderojmë Perëndin. Janë karakteristika, vëllezër, aleluja, të dashurisë që vjen nga fryma e Perëndisë. Jo të dashurisë njerëzore, motra dhe vëllezër, sepse dashuria njerëzore është krejt ndryshe, nuk ka lidhje me këtë dashuri që po flasim. I duron të gjitha, i beson të gjitha, i shpreson të gjitha, mban çdo gjë. Dashuria, vëllezër, nuk ligështohet kurrë. Dashuria nuk ligështohet, motra dhe vëllezër, aleluja. Po kalon vështirë, po kalon probleme, po dikush i foli, po dikush e pyet, motra dhe vëllezër, nuk ligështohet, thotë ai që është plot me dashuri, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe kjo bie në sy, duket, motra dhe vëllezër, aleluja, lavdi i emrit të shenjtë. Por thotë profecitët do të çfuqizohen. Një ditë profecitët do të mbarojnë, thotë motra dhe vëllezër, aleluja. Gjuhët do të pushojnë. Njohuria do të çfuqizohet. Sepse ne njohim pjesërisht dhe profetizojmë pjesërisht. Të gjitha ato dhunti që na janë dhënë, motra dhe vëllezër, aleluja, janë në shërbim të njëri tjetrit. Nuk janë sepse unë jam më i mirë se tjetri, vëllezër, aleluja. Por janë që unë t'i shërbej vllajt, t'i shërbej bashkësisë, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe që të gjithë kemi dhunti të ndryshme, nuk kemi të njëjtën dhunti, vëllezër. E falenderojmë Perëndin. Kjo është që jemi gjymtyrë në një trup ku kanë shumë role, motra dhe vëllezër, aleluja, gjymtyrët.
syri është tjetër gjë, goja është tjetër gjë, motra dhe vëllezër, dora është tjetër gjë, e falenderojmë Perëndin, por që të gjitha janë në shërbim, motra dhe vëllezër, të trupit të Krishtit. Falenderojmë Zotin vëllezër. Por kur të vijë për sosmëria, atëherë ajo që është e pjesshme do të shfuqizohet. Kur të vijë për sosmëria, motra dhe vëllezër, aleluja, ajo që është e pjesshme do të shfuqizohet. Kur të vijë, motra dhe vëllezër, Zoti ynë, aleluja, dhe për këtë janë të gjitha këto dhunti dhe shërbesa në kishë. Që ne, motra dhe vëllezër, aleluja, Zoti të na bëjë të pastër, që Zoti të na përgatitë për atë ditë, motra dhe vëllezër. Që kur të vijë ajo ditë, të gjitha këto që ne kemi nuk kanë më vlerë. Nuk mundet të profetizojmë, motra dhe vëllezër, aleluja, kur ne të rëmbehemi dhe ne të jemi në praninë të Zotit. Kuj do t'i profetizojmë? E falenderojmë Perëndin. Por kur të vijë për sosmëria, atëherë çdo gjë e pjesshme do të shfuqizohet. Njësoj, motra dhe vëllezër, kur isha fëmijë, flisnja si fëmijë, mendoja si fëmijë dhe arsyetoja si fëmijë. Por kur u bëra burr, i flaka gjërat fëminore. Tani në fakt ne shohim si në pasqyrë, në mënyrë të errët, por atëherë do të shohim faqe për faqe. Tash i njohim pjesërisht, kurse atëherë do të njohim thellë, ashtu sikurse njihem. Atëherë do të njihem thellë, ashtu sikurse njihem nga Zoti, motra dhe vëllezër. Dhe lufta jonë, puna jonë, motra dhe vëllezër, gjithçka që ne bëjmë është që ajo ditë të mos na zërë në befasi. Të përgatitemi, motra dhe vëllezër, aleluja, për atë ditë. Dhe prandaj Zoti na ka dhënë të gjitha mundësitë, të gjitha dhuntitë dhe shërbesat që të përgatitemi, ta ruajmë, motra dhe vëllezër, aleluja, këtë kandil ndezur deri në ditën që Zoti do të vijë të marrë të vetën. Se falenderojmë Perëndin. Shikoni që dashuri të madhe na ka dhënë Ati, të dëgjoni, motra dhe vëllezër, aleluja. Na dha emër bij të Perëndisë. Shikoni, do ta lexojmë, motra dhe vëllezër, që ta shohim me vëmendje. Në letra e parë Gjoni, kapitulli 3, thot vëllezër, shikoni që dashuri të madhe na dha Ati, të quhemi bij të Perëndisë. Është një emër shumë i madh, motra dhe vëllezër, aleluja, ti jesh biri i Perëndisë. Ti jesh biri i Perëndisë do të thotë të vish dhe të flijohesh për tjetrin, motra dhe vëllezër, jo për veten tënde. Nuk erdhi Jezus Krishti për veten e vet, mirë ishte, motra dhe vëllezër, aty ku ishte, erdhi të flijohej për ne të gjithë. Dhe ne jemi zgjedhur, motra dhe vëllezër, të shërbejmë njëri tjetrin. Ne falenderojmë Perëndin. Dhe thotë, prandaj bota nuk na njeh, sepse nuk e ka njohur atë. Shumë të dashur. Tani jemi bij të Perëndisë, por ende nuk është shfaqur çdo të jemi. Por dimë se kur të shfaqet ai, do të jemi të ngjashëm me të. Kjo është vepra e Perëndisë, vëllezër, aleluja, që Zoti bën me të gjitha shërbesat dhe dhuntit që i ka dhënë bashkësisë, që kur të vijë ajo orë, ne të jemi të ngjashëm me të, motra dhe vëllezër, aleluja. Të ngjajmë Jezus Krishtin. Dhe që të gjitha ata që Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, i ka thirrur, ju ka dhënë mundësinë, motra dhe vëllezër, ju ka dhënë frymën e shenjtë, na ka dhënë fjalën e Perëndisë, që të kontrollojmë veten vazhdimisht në fjalën e Perëndisë dhe të ecim sipas vullnetit të Zotit. Amin. Zoti ta bekoj këtë fjalë, vëllezër, aleluja. Falenderojmë.